ka pas, nuk kishte Hajrullahu më i miri i vetëvendosës për ta kandiduar për Prishtinë? Hajrullahu si individ nuk i kontestoj asnjëherë. Jashtëzakonisht e vlerësoj qetësinë, komunikimin që bën, kulturën, që hyn, një ministrit kulturës edhe një kryetarit të qytetit, të kryeqytetit me pas një kulturë të komunikimit, që për këtë kryetarëve që është kandidatëve për kryetar, nga lëvizja vetëvendosë Hajrullahu ka qenë i veçantë në komunikim. Do të thotë qetësia, kultura në komunikim edhe jo arroganca. Po ne kemi pa që komplet qeveria ka qenë e fokusuar në Mitrovizë dhe në Gjilan. Unë e kom përcjell se vetë jetojmë në një qytet, domethënë në Gjilan, ku secilën ditë kem pa kryeministrin ose disa ministra vazhdimisht për kohës kanë qenë në vizitë në Gjilan, ose njëjtë kanë thonë në Mitrovizë. Ndërsa në Prishtinë, në pika të organizimit nuk janë vrejtë shumë ministrat ose vetë Albinit në fushatat e mëdha. Për jashtë në fushatat në qendrore që në mojnë Prishtinë, ato nuk janë fushata për Prishtinën, pa të fushat qendrore e vetëvendosit. Albini ka arritë qëllimin. Synimi i tyre është pikat ose qytetet me 0-1 mi marrën, në fund mi u kthy kryeqytetit. Edhe pse numri votave në kryeqytet është shumë i madh. Fitoria e LDK-s në Prishtinë është fitore ose stabilitet i LDK-s në Prishtinë në nivel qendror. Nëse kishte ndodhur dhe humbja e Prishtinës nga LDK-ja, normal që Romja kishte qenë shumë e madhe. Kjo është sukses që duhet me qenë falenderues për parim Rama dhe Lumir Abdixhiku edhe Aleancës edhe PDK-s që kanë mbështet votuesit e PDK-s dhe të Aleancës dhe morën Prishtinën për ndryshe, rezultati kishte më qenë më ndryshe. Në Prishtinë, si pasojë gjitha rrethana. Po thu që nëse nuk e kishin ndihmuar AK-ja dhe PDK-ja në këtë rast Romës, do të ishte Çeku në krye të Prishtinës. Dihet kjo. Romës veç i dëshiroj mi kry do projekte që i kalon gjysë që neske do rrugë, veç i neske i leken gjysë, por ndryshe ka me qenë fatale nëse vazhdo me të njëjtin mentalitet, mos mi realizu